Se ka një themel një jetë. Njerëzit e vegjël kërkojnë Zotat rrejshëm. Njerëzit e mëdhej kërkojnë Zotin e universit. Këtë duhet ta kuptojmë. Sa më shumë nivel ke, nuk mund pranosh Zotat vegjël, sepse ti je i madh. Dhe kur je i madh, ti don një që është më i madh se ty. Ky është Zoti i gjithësisë. Si tham kur foli Musai me Allahun e Madhnushëm, universi heshti dhe mbajti frymën. Për këtë nivel po flasin për Zotin e gjithësisë, për krijuesin i cili nuk vdes kurrë, ka qenë gjithmonë dhe do jetë. Thuaj Zoti është një. As nuk ka lindur kë, as nuk është i lindur. Të gjithë kanë nevojë për ta, s'ka nevojë për askënd, dhe atij askush nuk është i barabartë. Thuaj Zoti është një dhe një i vetëm, nuk e ka pa as kotja dhe as gjumi. Qejt dhe toka janë vetëm të Tij. Kush mund të ndërmjetësoj tek ai pas me lejen e Tij. Ai e din të tashmen dhe të ardhmen e tjerë, din vetëm ai sa dëshiron ai. E Tij është kursia që i përfshin qejtë dhe tokën. Atij nuk i vjen në rënd kujdeset për qejtë dhe për tokën, ai është i lavdëruari, ai është i madhi. Thuaj Zoti është një dhe një i vetëm, e din të tashmen dhe të ardhmen, është i pari pa fillim dhe i fundit pa mbarim. Ai e din të dukshëm dhe të padukshëm. Ky është Zoti i gjithësisë.